Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lutim së bashku me ju lutjen e mëngjesit, java 10 gjatë vitit e martë, psalmet të marra nga java 2 të psalterit. O hyj më eja në ndim, o Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit të shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijues dritës së amshuar, ai vetër drita e dita, që asnjë errësirë nuk ndjen, pa prerë natyra e dritës. Tani nata zbet i lëshon vendin, dhe as pishtar mos cilën, duke u dobësuar ndriqimin yjeve, është pranë dhe diell shkëlqim plot. Dëgzuar nga shtrati ngrihemi, duke kënduar dy falënderjet, se tertë natë do të shuaj dielli, duke sjell dritën rishtas. Ty tani, që andja mishit me lakmitën blatinës mos të futet, e mendja jon mos trehet nga mashtrimet e botës. Ty i shej të lutemi. Mlethi mos të nxis grindje, barkun mos të qoft pesh gryksia, fuqit mos i shteroft uria, mos qoft krye luksi turpshëm, por mendjen pret të matër, me trup qëndosh të mbajtur, me shpirt besnik ndaj Krishtit, të shpijem tër këtë dritë ditë. Bëjo atër i drejti dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar duke sunduar në gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Dërgoje të vërtetën dhe të drejtën tënde, let më prinë ato në malin tënd të shenjtë. Psalmi 43. Dëshira për shejtrorën e hyjit. Unë, drita erdha në botë, thot Krishti te Gjoni Ungjilltar, kapitulli 12, rreshti 46. Ma jep të drejtën o hyj, mbroje çështjen time prej gjindes së pa fe. Më shpëto për njeriu të keq e dinak, sepse ti e hyj strehimit tim. Përse më dobon? Përse të endëm i trishtuar, i shkelur për ermiqve? Dërgoje dritën tënde dhe të vërtetën tënde. Ato let më prinë, let më përcjellin, në malin tënd të shenjtë, në tendën tënde. Atëherë do të hyj në lter të hyjit, te hyji i gëzimit të gardimit tim. Do të galdoj, do të këndoj me harp, ty o hyj, hyj im. Përse o shpirti im lëngon në trishtim, përse gjëmon në mua, shpreso në hyjin, prap do ta lëvdoj, shëlbuesin tim, hyjin tim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Dërgoje të vërtetën dhe të drejtën tënde, let më prinë ato në malin tënd të shenjtë. Antifona e dytë. Çdo ditë të jetës sonë na shpëto o Zot. Kënga nga Isaia profet, kapitulli 38. Ankthet e të braktisërit, gëzimet e të shëruarit. Isha i vdekur dhe ja jam i gjallë. Unë kam pushtet për mbi vdekjen. Nga libri i Zbulesës, kapitulli i parë, rreshtat 17-18. Unë thosha, në gjysmën e ditëve të mia, unë po shkoj në dyert e nën tokës, u luta për tepricën e viteve të mia. Thash, s'do ta shoh më Zotin hyj në tokën e të gjallëve,
Nuk do të shoh më askënd ndër banorët e kësaj bote. Tenda ime që shgrehur e u hodh larg meje, por si tenda e barinjve. Si vektari më mbështolli jetën, e prej shullit po më kput, prej mëngjesi deri në mbrëmje po më jep fund. Përmbys klidh deri në mëngjes, por si luani kështu mi copton të gjitha eshtrat. Cicëri si datëndyshja gjëmoj, por si pëllumbesha. Syt mu këputën lart duke shikuar. Ti shpëtove shpirtin tim nga gropa e zgjësimit, sepse i hodhe pas shpinës sate të gjitha mëkatet e mia, sepse banesa të vdekurve nuk të lavdëron. Vdekja ty lavdës të këndon, ata që zpresin në grop nuk shpresojnë më në besnikrin tënde. I gjalli, vetëm i gjalli të lavdëron, siç po bëj edhe unë sot. Babai u mëson fëmijëve besnikrin tënde. Më shpëto, o Zot, e ne do të këndojmë me harp në të gjitha ditët e jetës sonë në shtëpinë e Zotit, lavdiatit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Çdo ditë të jetës sonë na shpëto, o Zot. Antifona e tretë. Ty o hy të përket himni në Sion. Psalmi 65. Gëzimi i krijesave të hyjit për provaninë e tij. Hyj gjallë ju dërgoi nga qielli, shijes tin të begatshme. Ju mbushi me ushqime e zemrat tuaja i mbushi me gëzime. Krahason nga Veprat e Apostujve, kapitulli 14, rreshtat 15-17. Ty o hy të përket himni në Sion, për nderin tënd të plotësoft kushti në Jerusalem. Te ti që i dëgjon uratat, do të vijë çdo njeri i ngarkuar me mëkate. Fajet tona janë më të forta se ne, por ti i zhbin mëkatet tona. Lum ai që ti zgjove dhe e morën gjatë vetës, ai banon në shtëpinë tënde. Do të ngihemi me të mirat e shtëpisë sate, me shejtërinë e tempullit tënd. Ti na ndihmon me mrekullitë e drejtësisë sate, o hyj i shpëtimit ton. Shpresa mbar skajeve të tokës e të detit të largët. Ti i forcon malet me fuqinë tënde, i ngjeshur me pushtet. Ti qetëson tërbimin e deteve, gjëmën e valeve të tia dhe rëmujën e popujve. Edhe ata që jetojnë në skajet e botës mbesin të habitur nga mrekullitë e tua. Me gëzim i mbush dyert e mëngjesit e të mbrëmjes. Ti kujdesesh për tokën dhe ujit, e ngarkon me prodhime të begatshme. Lumi i hyjit është plot me ujë, ti bën të rritën drithëra për njerëz. Tokën ti kështua përgadit, huliti alag, bucat jam i mtson, me shije zbrun të mbjellat i bekon. E kur urzon vitin me mirësinë tënde, gjurmëve të tua rrjedh begatia. Kullotët e shkretëtirës rrin njomsi, mbalesat bregoreve ngjishen me hare. Livadhet janë të veshura me dhen, luginat mbulon me drithëra, gjithka këngë broritje me hare. Lavdiatit, e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ty o hy të përket himni në Sion. Leximi i shkurtër nga letra e parë drejtuar Selanikasve, kapitulli 5, rreshti 4 dhe 5. Ju, o vëllezër, nuk jeni në terrë që dita e Zotit ju vi me befasi, por si vjesi, sepse ju të gjithë jeni bijtë e dritës e të ditës. Pra, nuk jemi të natës e të territ.
Përgjigja e shkurtër. Dëgjoje zërin tim, o Zot, shpresoj në fjalën tënde. I parapri agimit dhe të thëras në ndim, shpresoj në fjalën tënde. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, dëgjoje zërin tim, o Zot, shpresoj në fjalën tënde. Kënga ungjillare Benediktus. Antifona. Prej atyre që na urrejnë, na shpëto o Zot. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshta 68 deri në 79. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyj Izraelit, që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet. Ai ngriti shpëtimtarin tonë në shtëpinë e Davidit, shërbëtarit të vet. Sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtojë prej armiqve tanë dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, ati tonë, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë. Të çliruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejt Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke e falur mëkatet e tia. Në sajet të zemrës së dashur të hyjit tonë, që do të na dërgojë në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Prej atyre që na urrejnë, na shpëto o Zot. Lutjet e besimtarve. Krishti me ringjalljen e vet e shndriti botën. Ti brohorasim atij, shëlbuesi ton, dhe ti bijem në dorë me lutjen e përvojtur, duke thënë: na ruaj o Zot në rrugën tënde. Me lutjen e mëngjesit, o Zot Jezus, përkujtojmë ringjalljen tënde, shpresa në lavdin tënde le ta shndres ditën tonë, të lutemi. Na ruaj o Zot në rrugën tënde. Pranoj o Zot dëshirat tona dhe na i forco vendimet, të cilat po t'i paraqesim si frytet e para të kësaj dite, të lutemi. Na ruaj o Zot në rrugën tënde. Bëj që sot të përparojmë në dashurinë tënde. Le të jetë gjithçka për të mirën tonë dhe të njerëzve, vëllezërve tanë, me të cilët do të takohemi sot, të lutemi. Na ruaj o Zot në rrugën tënde. Ndihmona o Zot që para të gjithë njerëzve të japim dëshminë e jetës, t'i shohin veprat tona të mira dhe ta lavdërojnë Atin qiellor, të lutemi. Na ruaj o Zot në rrugën tënde. Aty që je në qiell, u shejtroft emri yt, të ardhë mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bim në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj gjithpushtetshëm dhe jam shuar drita atyre që besojnë në ty, mbushe botën mbar me lavdin tënde dhe dëftohu par të gjithë popujve në shkëlqimin e së vërtetës sate. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin.
Të falenderojmë hynjen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, luta së bashku me ju lutjen e mëngjesit e martë java e 10 gjatë vitit liturgjik C. Ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.